Mimoza Kusari Lila, ajo cila është ndoshta mundemi me pa edhe me pamje që tash pas ka shku, po pak më herët ka qenë aty tek vendi i nën kryetarëve. Siç dihet, kjo seancë ka pas me fillu në orën 17, por që kanë kaluar 17 minuta dhe ende nuk ka fillu. Pritet që marrë deputetët edhe me fillu kjo seancë. Dihet që pikat e rendit të ditës pra sot do të jenë edhe betimi i deputetëve të Kosovës, zgjedhja e kryekuvendarit dhe gjithashtu edhe zgjedhja e nënkryetarëve. Pritet që marrë deputetët edhe me fillu kjo seancë, gjë që për të cilën nga lëvizja vendosje pra janë shprehur optimist që sot do të zgjedhet e tër kjo dhe gjithashtu përveç zgjedhjes kryekuvendarit dhe nënkryetarëve dhe konstituimit të kuvendit të Kosovës kanë thënë që do të zgjedhet edhe qeveria. Afërdita këto janë informacionet sa i përket kësaj pjese brenda sallës të kuvendit të Kosovës. Ne do vazhdojmë me qëndru këtu dhe normalisht ju bëjmë informuar për të gjitha detajet. Faleminderit shumë Blerina.